A i keni parasysh atë shprehjen që vrapin e sotëm mos e lër për nesër? Po këtu në liçinin e Tiranës shumë veta e morën seriozisht. Te fari i Tiranës, kur freskia e natës zëvendësoi vapën, u mblodhen me qindra vet për të vrapuar, jo vetëm për sport, por për një ndjesi të madhe. Gara quaj Vrap Lale, një iniciativë që solli lëvizje, dritë dhe energji në zemër të qytetit. Unë shpresoj që sonte të kalojmë një natë bukur. Këtë vrap që do bëjmë, çdo hap që do hedhim, çdo kilometër që do bëjmë, ta shijojmë, është një moment që ne do t'ia kushtojmë trupit tonë, qetësisë tonë shpirtërore, qetësisë tonë trupore. Çdo pjesëmarrës kishte numrin e vet në bluzë, të pajisur me matës kohe, sepse secili po konkuronte me veten. Atmosfera ishte e ngrohtë dhe shumë miqësore. Njerëz të gjitha moshave, familje me fëmijë, grupe mish, po edhe të moshuar që vraponin në ritmin e tyre. Të huajt këto lloj garash i bëjnë prej vitesh, për ta është diçka normale. Ne ndoshta po e kuptojmë tani rëndësinë që ka lëvizja, jo për të qenë më të shpejtë se tjetri, por për të qenë më mirë me veten. Vrapi është sporti më i lirë që mund të bëni. Nuk ju duhet as një lloj pajisje, as palestër. Mjafton një palë atlete dhe të dalësh jashtë dhe t'ja nisësh. Një hap pastaj një hap tjetër, dhe pa pritur ndihesh më mirë. Në start dhe finish kishte shumë drita, duar turkitje dhe muzikë, dhe kur mbaroje të priste një medalje, si një kujtim i vogël për një natë që nuk do ta harosh kurrë. Këto janë ato momente që të mbeten në kujtime, jo sepse fitove, por sepse isha aty, sepse zgjodhe të mos rije, por të lëvizje, të dalësh nga rutina dhe të japësh pak më shumë nga vetja. Medalja është vetëm një kujtim i vogël, por ndjesia që të mbetet në mendje është ajo që vlen më shumë se çdo çmim. Me 4-5 vjet, ti 65-a, u shkoj 70 dhe edhe 43. Duke u rritur, duke